Teksa Shqipëria po raporton në procesin e integrimit, një ndër fushat në të cilat ajo raporton vazhdimisht është edhe puna e bërë sa i përket parandalimit të pastrimit të parave. Në Komisionin për Nisma Qytetare, ishte Agjencia e Inteligjencës Financiare, që bëri me dije se vendi ka përparuar, por drejtori i institucionit u tregua hermetik në dhënien e detajeve. Një nga këto procese është vlerësimi nga Komiteti Manival i Këshillit të Evropës për parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe financimit të përhapjes së armëve të dëmtimit në masë, i cili përbën një proces kompleks dhe gjithëpërfshirës me përfshirjen e institucioneve dhe agjencive qeveritare, institucioneve të pavarura si dhe sektorit privat. Procesi i vlerësimit të Shqipërisë nga Manival, mekanizmi i Këshillit të Evropës për vlerësimin e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit përbën një element të rëndësishëm për integritetin e sistemit financiar, besueshmërinë ndërkombëtare. Kryetari i Komisionit Fatmir Xhafaj theksoi se kuvendi ka për detyrë të përmbushë standardet që kërkon Unioni. Në të gjitha aspektet dhe përgjegjësitë që kanë kuvendi vet, AIF-ja që është aktori kryesor në këtë fushë, si dhe të gjitha institucionet e tjera ekzekutive dhe institucionet e pavarura, dhe në përfundim do të dalim me raportin apo rekomandimet e nevojshme. Për shkak se raporti për vendin ton ende nuk është publikuar, mbledhja vijoi të jetë me dyert të mbyllura.